Jemi sërish bashkë. Shqipëria ka avancuar në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, por rruga drejt antarësimit kërkon reforma të prekshme, institucione më të forta dhe një ekonomi që i afrohet standardeve evropiane. Komisioni Evropian ngre gjithashtu shqetësime për sa i takon presioneve politike ndaj drejtësisë, mungesës së mbrojtjes së infrastrukturës së nevojshme për gjyqtarët dhe prokurorët, pa haruar ritmin e reformës zgjedhore dhe administratës publike, si dhe zbatimin e kufizuar të masave për mjedisin. E teksa vëmendja fokusohet tek zhvillimet kryesore dhe protesta që ka synim dorëheqjen e qeverisë në trupin përbërës të saj, janë një numër i konsiderueshëm të rinj e të rejash që bëjnë punën në mënyrë sistematike që në takimin e radhës me BE ndaj vendit tonë të ketë sa më pak kritika. Një prej tyre ka me mua sonte, teksa zëvendës ministri financave Endrit Yzeiraj është me mua në studio për të folur për gjitha këto. Faleminderit Yzeiraj që jeni me ne. Shumë faleminderit për ftesën, për mundësinë për të diskutuar dhe mbi të gjitha urime për këtë iniciativë dhe nismë të re, të vakt mbar, edhe shpresoj që të jetë një kontribut i shtuar në të gjithë ekosistemin e medias shqiptare. E shikoni, Endrit, është kaq interesante kur të rinjt nuk kanë vetëm atë sigurinë dhe pompozitetin që jep kostumi kur e veshin, por mbi të gjitha kanë këtë çeltërsinë që nuk e gjen tek të vjetrit, ata që ndoshta ngërdheshën kur thonë që un kam këtë eksperiencën, përvojën time mbi supe që më jep edhe tagrin të mund të gjykoj, të mund të kritikoj, dhe ne shqiptarët dim kaq shumë vetëm të kritikojmë dhe fare pak të sugjerojmë se si bëhet më mirë. Prandaj unë këtu të kam marrë jo vetëm si një ndër të rinjtë të reja, dhe them me plot gojë, sepse gjatë kësaj periudhe të gjatë që jam në media kam pasur rastin të njoh shumë prej jush, por si një ndër personat që ndoshta mund të mësoj edhe atyre që ja kanë lejuar vetes të gënjehen duke menduar që retorika që përdorin do i çojë përtej, të mësojnë se si me punë çdo gjë mund bëhet e para. Dhe ne do shkojmë te puna, se boll i bëm këto çokat e radhës. Shqipëria sot në rrugën evropiane duket që është një vend që ka bërë katapulte të mëdha. Dhe kur e them këtë, nuk i referohem vetëm takimeve, deklaratave të martakos, kritikave që shkojnë asaj mbrapa për sa i takon zhvillimit të Shqipërisë, por edhe ai që nuk e kupton se çfarë është integrimi evropian, e di fare mirë që kjo që po bën vendi ynë është një gjë shumë e mirë. Dhe pavarësisht se kush e merr medaljen e fitores, të gjithë ne jemi të fituar. Sot sa larg jemi asaj fitore të madhe? Shpresoj që nuk jemi shumë larg, po në fakt do doja të bëja një hap pas për të dhënë pak më shumë kontekst për të gjithë këtë që përmendë. Filloj me këtë le të themi deklaratën e parë ose elementin e parë. Pra, a është gjithë ky stërmundim, gjithë kjo sforco a ja vlen vërtet? A është vërtet hyrja në Bashkimin Evropian një përfitim i jashtëzakonshëm për vendin? Është një përfitim historik. Dua të jap vetëm një tregus për ta shpjeguar shumë qartë. Në 1990, pra kur kolapsoi sistemi komunist, Republika Sovjetike Socialiste e Ukrainës, qytetarët e saj kishin të ardhura gati 2 herë më të larta për frymë se banorët e Polonisë. Polonia, një nga historitë më të mëdha të suksesit patjetër të transformimit ekonomik, sot ka të ardhura 3 deri në 4 herë më të larta për frymë se sa Ukraina. Nëse do të kuptosh se çfarë ka ndodhur në Ukrainë, sepse qytetarët e Ukrainës po sakrifikojnë dhe jetën për të futur sot në ekosistemin ekonomik dhe politik të perëndimit të Bashkimit Evropian, shiko vetëm diferencën që ju është shkaktuar me Poloninë. Gati 8 herë më shpejt është rritur Polonia në raport me Ukrainën, fal kryesisht edhe përfshirjes në Bashkimin Evropian. Pra, përfitimi është i jashtëzakonshëm. Shqipëria dhe disa nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor fatkeqësisht nuk e patën këtë mundësi, qoftë në 2004, qoftë në 2008 për të përfshirë në integrimet e asaj kohe. Dhe kjo na ka kushtuar në disa mënyra. Pikë pari na ka bërë hyrjen sot shumë herë më të vështirë. Procesi sot është shumë herë më i vështirë se çka qenë në të shkuarën. Ka patur një vlerësim që është bërë në vitin 2008-2009, ku thuajse vendet që antarësoheshin në ato momente duhet të adoptonin rreth 30.000 faqe legjislacion. Sot Shqipëria duhet të adoptojë më shumë se 80.000 faqe legjislacion. Pra, legjislacioni i Bashkimit Evropian që Shqipëria duhet të adoptojë në
legjislacionit tonë brendshëm është jashtëzakonisht shumë herë më i gjerë dhe shumë herë më i madh se çka qenë në të shkuarën. Por është kjo një garanci për qytetarët. Pra duhet të them, teksa ata na kërkojnë më shumë, a përkthehet kjo që nesër me të hyrë aty automatikisht ne do jemi më të mbrojtur, do jemi më të financuar, do jemi më të mbështetur? Kuptohet që shpresa është që po, por dua vetëm të theksoj që ky proces është i vështirë, është dhe po bëhet me një sprint të jashtëzakonshëm. Epizodi apo anekdota e fundit që dua të tregoj vetëm për këtë pjesë hyrëse është ajo që po ndodh sot në Island. Islanda është një vend që prej vitesh ka patur një ftesë nga Bashkimi Evropian për t'u bashkuar Bashkimin Evropian, por nuk e ka pranuar kryesisht për shkak të drejtave mbi peshkimin. Islanda nuk do të ndajë të drejtat e peshkimit në ujërat e saj territorial. Në shtator do ketë një referendum indikativ, pra jo një referendum detyrues, por indikativ nëse popullsia e Islandës do t'i bashkohet Bashkimit Evropian. Nëse islandezët votojnë për t'u bashkuar Bashkimin Evropian, ka një vlerësim nga Bashkimi Evropian që nga ana teknike vendi mund të bëhet gati në 9 deri në 12 muaj. Pra, Islanda është një vend që thuajse në çdo gjë, në çdo drejtim, në çdo politik, është parafruar me Bashkimin Evropian, do të detyrohet të ndryshojë disa elemente jashtëzakonisht të vogla teknike. Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor apo vendet e tjera anëtare, kuptohet kanë qenë shumë më mbrapa me këtë proces. Dhe tashmë, pas 2022-shit kur ne filluam me këtë sprint që përkoi me konferencën e parë ndërqeveritare, po na duhet që në një farë mënyrë në 4 vjet dhe vitet që vinë më pas të transformojmë në mënyrë radikale shoqërinë tonë. Kuptohet që është e vështirë, kuptohet që ka sfida, kuptohet që pikpyetja e madhe është pikërisht ajo që thatë ju, pra adoptimi i legjislacionit në letër sa shpejt do përkthehet në realitete të prekshme për gjithë qytetarët, dhe ky është një nga elementet kryesorë që Bashkimi Evropian po monitoron që tani, që në këtë moment që flasim. Por siç e thash, besoj që ai syri vëzhgues i Bashkimit Evropian, i cili është shumë i fortë, shumë i madh, nganjëherë e njohin realitetin edhe më mirë se që njohim dhe ne. Nganjëherë njohin edhe mashtruesit më mirë se sa i njohin. E njohin vendin shumë mirë. Është pikërisht garancia e madhe që afatgjatë këto ndryshime nuk do jenë thjesht ndryshime në letër, por do jenë edhe ndryshime të prekshme. Kjo është ajo që duhet. Por buxheti ynë është sot mburremi. Ju socialistët paktën mburreni akoma më shumë, thoni është shumë herë më i madh nga sa kishim mësuar, ashtu sikurse çmimet janë më të larta, inflacioni rritet paralel me të. Ai përballon dot të gjitha këto ndryshime që kërkohen. Unë e përmenda pak në hyrje. Ata nuk po presin që ne të bëjmë sikur. Ata presin që shqiptarët të jetojnë si evropianë. A jemi gati? Buxheti dhe integrimi janë dy çështje që kanë pikëprerje, por nuk janë tërësisht e njëjta. Pikëspari nga ana e treguesve makroekonomik, pra edhe treguesve që lidhen shumë qartë me buxhetin, jemi dhe patjetër duhet t'i kryqëzojmë gishtat në një moment jashtëzakonisht shumë të mirë. Si dikush që ka ndjekur zhvillimet makroekonomike të vendit nga student, studiues e më pas edhe profesionistë të fush, mund të them që post 1997-s, ky është mbase momenti më i mirë makroekonomik për vendin. Tani unë kam shumë qartë që për qytetarët këtë mund të jetë fjalë edhe jo detyrimisht një realitet i prekshëm, por të paktën për menaxhimin e financave publike, sot kemi më pak probleme se që kemi pasur ndonjëherë në të shkuarën. Dhe një nga frytet pozitive të këtij buxheti dhe të kësaj situate të qëndrueshme makroekonomike është pikërisht që sot kemi mundësinë të përballojmë investime dhe mbështetje buxhetore për një sër linja, një sër programe që deri në të shkuarën ishte relativisht e vështirë. Të gjithë institucionet buxhetore të vendit, pra gjithë agjencitë publike, sot në momentin që fillon cikli i planifikimit buxhetor, i cili rifillon sërish tani në shtator të këtij viti, një nga elementet kryesorë që duhet të planifikohen është pikërisht nevoja për sa i përket procesit të integrimit dhe zakonisht, por gjithmonë këto janë kërkesat e para që mbushen ose plotësohen në mënyrë të menjëhershme nga Ministria e Financave. Sepse duhet ta themi të vërtetën, kjo qeveri dhe çdo qeveri besoj që të ishte në vend saj, do kishte prioritet integrimin evropian më shumë se çdo gjë tjetër, sepse është ajo që do populli. Është një pyetje fakt shumë e drejtë. Një nga kapitujt që u mbyll së fundmi, kapitulli 30, është kapitulli i marrëdhënieve të jashtme, por dhe marrëdhënie tregtare. Pra titulli është marrëdhënie të jashtme, por në fakt aty përfshihen marrëdhënie tregtare. Dhe një nga komentet që kam marrë shpesh në fakt edhe nga rrjetet sociale apo në ndalje të tjera është që ky është një kapitull i thjeshtë për të mbyllur. Nuk ka asgjë për tu lavdëruar. Për te fakti që në fakt ka pasur një punë voluminoze për marrëdhëniet tregtare, linjëzimi politik me Bashkimin Evropian, që është
diçka që duhet ta pranojmë patjetër. E kalon të gjithë, përshkon të gjithë spektrin politik në Shqipëri, biles edhe zërat e rinj të politikës shqiptare është mbase karta jonë më e fortë në procesin e integrimit evropian. Njësër vendesh që janë kandidate por nuk janë ende anëtare, në fakt që dojnë pikërisht në faktin që brenda shoqërive të tyre ka fraksione ose grupime të konsiderueshme, për mos të nganjëherë dhe shumicë, që kanë qëndrime refraktare ose kundërshtuese me projektin evropian, që është patjetër e drejtë e tyre, por ndërkohë në Shqipëri fatmirësisht këtë gjë nuk e kemi. Pra ka një lloj qartësie që e gjithë shoqëria shqiptare di fare mirë se ku është e ardhmja jonë dhe ku qëndron e ardhmja jonë. Për të kthyer pra te pjesa e planifikimit. Patjetër që për sa i përket nevojave administrative, të gjitha nevojat mbulohen që në momentin e parë. Kuptohet që ka nevojë për sa i përket investimeve afatgjata, investimet që kanë bëhen kryesisht me ambientin, me çështjet e mjedisit, ambientit, kanalizimet, urat e zeza. Këto janë disa nga investimet shumë vjeçare që vendi do ketë nevojë të mbështesë në të ardhmen për të arritur tërësisht standardet e Bashkimit Evropian. Por këtu ka dy elemente, le të themi, inkurajuese. E para është fakti që ne nuk do të duhet që në të gjitha rastet i përmbushim standardet që në momentin e hyrjes, pra ka gjithmonë ato që quhen periudha tranzitore, kanë përfituar dhe vendet e tjera, edhe Rumania dhe Bullgaria nuk i kanë përmbushur standardet për cilësinë e ujit në 100% të vendit që në momentin e hyrjes. Ndërsa elementi tjetër është që në momentin që ne hymë në Bashkimin Evropian, kuptohet që përfitojmë edhe fonde tashmë shumë herë më të zgjeruara nga vetë Bashkimi Evropian për të bërë shumë nga këto investime që deri më sot duhet t'i përmbushim vetëm me burimet tona. Nuk duhet ta shoh Bashkimin Evropian vetëm si përfitues, se vërtet do ishin si ata lypsarët që rrin kryqëzimeve të Tiranës. Por Bashkimi Evropian kërkon nga ne shumë, një ekonomi konkurruese, një formalizim të tregut, një luftë kundër informalitetit. Ministria e Financave, çfarë hapash konkrete po merr për realizimin e këtyre? Hapi ose le të themi treguesi më i qartë që ne në fakt punojmë në drejtimin e duhur pikërisht për çështjet që ju përmendët është që për disa vitesh Ministria e Financave as nuk ka shtuar numrin e taksave, as nuk ka rritur nivelin e taksave ekzistuese, por në fakt të ardhurat po rriten në mënyrë të konsiderueshme, jo thjesht në nivel nominal, por edhe si përqindje e prodhimit të brendshëm bruto nga viti në vit. E gjitha kjo po vjen për shkak të mirë administrimit. Pra, për gjurmimit dhe ndjekjes së aktivitetit ekonomik kudo që ajo ndodh. Këtë vit ne parashikojmë që do kemi të ardhura më shumë se 29% e prodhimit të brendshëm bruto. Është niveli më i lartë historik i të ardhurave që vendi ynë ka mbledhur ndonjëherë në historinë e tij 35 vjeçare dhe po i afrohet, megjithëse nuk kemi ende në ato standarde, niveleve të ardhurave që mbledhen edhe disa nga vendet e Bashkimit Evropian. E gjitha kjo po ndodh jo me rritje taksash apo me shtim të numrit të taksave. Po ndodh për shkak të proceset fiskalizimit, që ka qenë procesi i jashtëzakonshëm për sa i përket gjurmëshmërisë së aktivitetit ekonomik, marrjes informacionit menjëhershëm, po ndodh me nismën e re që quhet cashless Albania, por që në një farë mënyrë po stimulon qoftë me stimull fiskal, qoftë me atë që quhet presioni legjislativ. Se prap ka disa kleçka, disa biznese kërkojnë që ti të paguash më shumë, nëse do ta përdorësh atë sistem. Por po shtym pra pikërisht edhe përdorimin e pagesave elektronike, të cilat eventualisht do lidhen edhe me procesin e fiskalizimit, pra do kemi aftësinë për të ndjekur gjithmonë më shumë aktivitetin ekonomik. Kuptohet që ka një punë dhe vëllim të shtuar nëpërmjet sistemit bankar dhe me autoritetet shtetërore për të gjurmuar dhe për të eliminuar çdo lloj fluksi të parave të paidentifikuar, të fondeve të paidentifikuar, kuptohet edhe me shtysën, presionin dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian. Pra, tregon që në një farë mënyrë ka suksese të prekshme për sa i përket reduktimit të informalitetit. Ka një mos sukses. Më lejoni ta shtoj unë këtë. Dhe lidhet me atë që përbën një ndër sektorët kryesor të produktit të brendshëm bruto në fund të vitit. Turizmi. Aty qëndron edhe ndoshta paraja më e madhe, që derdhet pa tek klif, tek tuk nëse referohemi disa bizneseve. Personalisht e kam vënë re, se ndodhemi edhe në pikë të sezonit. Shumë biznese nuk kanë një kas fiskale, një faturë fiskale për shërbimet,
duke filluar nga shezlongjet e deri tek restorantet e çdo gjë tjetër. Nuk po shkoj deri te parkimet se ndoshta ato janë kryesisht informale, por tek çdo gjë që është e prekshme dhe të tarifohet ty nga këto hotelet e mëdha, pa shkuar pastaj tek resortet, se është tjetër çështje. E kemi thënë fakt që në fillim të këtij viti ka patur një komunikim të shtuar qoftë nga vetë Ministri i Financave, nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, që janë dy sektorët ku ne patjetër gjykojmë që ka ende një hendek në raport me të ardhurat që duhet mbledhni. Turizmi është ai i pari dhe është ajo që përmendet ju, por në fakt edhe ndërtimi është sektori i dytë. Janë dy sektor që për arsye të ndryshme kanë paraqitur problematika në të shkuarën për sa i përket të ardhurave. Një nga problematikat kryesore të turizmit ka qenë fakti që shumica e aktivitetit turistik çdo vit ndodh në zona të cilat janë përtesë sezonit turistik të pabanuara, ku ka pak struktura, pak administrata shtetërore për të në jug. Më besoni, nga Vlora deri në Ksamil, tani në këtë sezon janë shumë. Po ju e dini janë edhe më shumë se çdo. Në momentin që kalon llogaran në shtator, praktikisht ende nuk ka këmbë njeriu. Pra 9 muaj të vitit ka shumë pak Pra po i lejoni ju në lehtësira? Jo, po them që është e vështirë për gjeografikisht dhe nga ana e infrastrukturës për të gjithë infrastrukturën shtetërore për të shkuar deri në skajet fundore të vendit ku deri më parë nuk ka patur infrastruktura apo administratë shtetërore për të përgjuar. Po ikën gjithë ai lek shteti. Patjetër pra, dhe ne e di. Unë personalisht si qytetar kur e paguaj atë dhe paguaj shtrenjtë, të gjithë. Ndiem keq. Të gjithë, patjetër. Jo, nuk thash se ma bëjnë mua kastile, por vërtet ndiem keq kur paguaj atë lek dhe e di që nga ai lek asgjë nuk i shkon shtetit. Ndonse nuk kam asgjë kundër ndaj atij investitorit që ka bërë diçka të mirë apo mesatare për gjatë gjithë Bregdetit, por shteti ndoshta do ishte e mirë dhe Evropa të paktën e kërkon këtë gjë aty ku duam të shkojmë ne, që çdo gjë të shkojë tek i Zot. Kjo është një nga sepse po merremi me formalizimin e këtyre fshatarëve që rrinë në rrugëve të kryeqytetit, që u kërkojmë të shkojnë te tezgat, të marrin një licencë për të shitur e për të bërë, po aty është leku. Ai fshatari maksimumi bën 1000 lekë në ditë fitim. Dhe prandaj thash që ne e kemi thënë që në fillim vitit që e dim që ka dy sektorë në Shqipëri që janë ende shumë larg pritshmërive dhe detyrimeve që kanë në raport me shtetin. Kuptohet ka një qasje fillimisht informuese, ndërgjegjësuese, ka patur dhe vazhdon të ketë një fushat gjatë këtij viti për të ndërgjegjësuar të gjithë operatorët që qoftë edhe për aktivitete të përkohshme do duhet tashmë të regjistrohen, të paguajnë, të kenë kasën fiskale, të jenë të lidhur me procesin e fiskalizimit, të kenë detyrimet për sa i përket procesit cashless, pra të gjithë operatorët turistik duhet të kenë opsione për pagesa elektronike dhe me kalimin e kohës qasja nuk do jetë vetëm ndërgjegjësuese, por do jetë gjithmonë edhe më shumë edhe dënuese. Janë patjetër të gjithë ato operatorë turistik që ju përmendët, por ka edhe një burim tjetër që në fakt Shqipëria këtë problem nuk e ka vetëm, po e ndan me shumë nga vendet tjera të Bashkimit Evropian, ka një aktivitet të jashtëzakonshëm ekonomik që ndodh me dhënien e apartamenteve me qira nga Tirana, po thuajse edhe në qytetet më të vogla të vendit tashmë, në momentin që shkon por e kemi ndërkohë një marrëveshje me Booking paktën për të taksuar. Ka filluar tashmë edhe me Airbnb-n. Por kuptohet që këto janë ato, le të themi, burime të ardhuara të munguara. Jemi koshent për këtë, nuk ka asnjë element për të fshehur këtë. Mendojmë që ka patur një progres gjatë këtij viti, por mendoj që sidomos gjatë vitit që vjen, pra këtë vit vazhdon në një farë mënyrë kemi patur që qasja jashtëzakonisht shumë ndërgjegjësuese, komunikimet vazhdueshme, por kuptohet që durimi po i vjen fundi. Nuk duam që të jemi dënues në një sektori që besoj bijem gjithë dakord është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm për aktivitetin ekonomik të vendit, po mban dhe po ofron të ardhura për shumë familjar në vend, por edhe për faktin që turizmi imponon një lloj kosto ndaj shoqërisë, pra fluksi shtuar, trafik, kosto mbi burimet ujore, mbi trajtimin e mbetjeve, mbi natyrën, të gjitha këto në një farë mënyre duhet të mitigohen, duhet të mbulohen eventualisht me investime të tjera infrastrukturore, të cilat kuptohet të duhet të paguhen edhe nga të ardhurat që vijnë nga ky sektor. Ndrit, si zëvendës ministër,
edhe ju përballeni çdo ditë ndoshta me këtë pyetje, është kryesore. Unë nuk e raditat e kryesoret se kemi kaq shumë gjëra që mund të diskutojmë, gjëra për tu vlerësuar, por edhe për tu anatemuar. Paraja e pist po qarkullon në këtë vend. Këtë nuk e them unë. Këtë e thonë hetimet e vazhdueshme të institucioneve të drejtësisë, arrestimet, ndjekjet e shumë çka tjetër. Për këtë, a ka masa konkrete? A pritet që me hyrjen e Bashkimit Evropian ne të jemi të sigurt, apo duhet ta bëjmë ne si shqiptar së pari, para se të arrijmë ajo datë? Shiko, e para ka një debat patjetër të natyrshëm për aq kohë sa edhe kursi këmbimit ka patur atë forcim të jashtëzakonshëm gjatë 5-6 viteve të fundit, për sa i përket burimit dhe formës të shumë prej parave apo investimeve që hyjnë në vend. Pikë pari, ka shumë ose le të themi një pjesë e madhe e të ardhurave që ne kemi nga sektori i turizmit, qoftë në shpenzime, qoftë në investime në sektorin imobiliar, janë të gjitha të gjurmuara. Pra kanë ardhur nëpërmjet sistemit bankar dhe këto vërtetohen nga statistikat zyrtare që nxjerr Banka e Shqipërisë. Deficiti ynë tregtar përpara disa vitesh orvate në nivelin 15, pra minus 15, minus 16% të prodhimit të brendshëm bruto. Gjatë 2-3 viteve të fundit, deficiti ynë tregtar ka qenë -1, -2, -3% të prodhimit të brendshëm bruto, biles në moment gjatë vitit kaluar patëm edhe për herë të parë një lloj suficiti. Dhe të ardhurat që ne marrim nga turizmi, konsiderohen si të ardhurat që vijnë nga shërbimet. Pra konsiderohen si të hyra. Pra fakti që ne kemi një mbyllje të këtij hendeku në mënyrë të konsiderueshme brenda një periudhe relativisht të shkurtër, nga gjitha nga të ardhurat le të themi që ndiqen zyrtarisht, do të thotë që forcimi i kursit këmbimit ka ardhur nga patjetër nga burime qartësisht ose të paktën një pjesë e madhe ka ardhur nga burime qartësisht legjitime. Kjo nuk do të thotë që në sektorin e turizmit apo në sektorin e ndërtimit nuk ka para me burime të dyshimta. Këto janë sektorë që historikisht kudo në botë patjetër që le të themi e ndjellin këto lloj investimesh ose ndjellin këto lloj transaksionesh, pasi gjykojnë individët që kanë fonde të tilla, gjykojnë që këtu mund t'i fshehin më mirë. Ka një punë të jashtëzakonshme dhe ka edhe presion, edhe mbështetje të jashtëzakonshme që po bëhet me Agjencinë e Inteligjencës Financiare, pra ish agjencia për parandalimin e pasimit të parave, me Komisionin Evropian, sepse gjithmonë me Komisionin Evropian bëhen gjitha këto procese tashmë për të ngushtuar gjithmonë më shumë hapësirat. Tash që nëpërmjet sistemit bankar ne tashmë kemi le të themi kufizime të jashtëzakonshme për sa i përket qoftë investimeve që mund bëhen në real estate, për sa i përket mungesës së fondeve, qoftë individët që bëjnë blerje do duhet të deklarojnë gjithmonë më shumë burimin e tyre. Por kuptohet që nuk e mbyll të gjithë ciklin dhe kuptohet që pra aq kosa ti ke këtë lloj cikli investimesh ose këtë lloj cikli rritjesh me këto dy sektorë që thash historikisht kanë një atraksion për fonde të tilla, ky risk do vazhdojë. Megjithatë më duhet të them diçka. Mendoj që edhe këtu ka edhe një pjesë të strategjisë afatgjatë të ardhurave në Shqipëri. Mendoj që edhe ky lloj cikli i investimeve në Shqipëri do vi një moment që do kapi një lloj stabiliteti. Pra unë nuk mendoj që ne do kemi zhvillim të pafundëm, qoftë real estate, qoftë të hoteleri, turizmit. Pra hapësirat janë ato që janë, mundësitë janë ato që janë. Dhe edhe një nga elementet e zhvillimit të strategjisë të turizmit që ne kemi diskutuar gjithmonë ka qenë që nuk do synojmë të rrisim pafundësisht numrin e njerëzve që vinë në vend. Pra 15 milion mund të jemi afat shkurtër, në një periudhë mas afat gjatë mund të arrijmë në 20 milion, por kuptoj që çdo gjë përtej kësaj bëhet thuajse po përballueshme tashmë edhe nga infrastruktura. Synimi ynë do jetë kuptoj që të rreheqim gjithmonë më shumë turistë dhe vizitor me të ardhura më të shumta dhe të zgjasim sezonin turistik. Që do të thotë, çfarë do të thotë? Pra, do të thotë që ne eventualisht të ardhurat nga sektori i turizmit dhe nga real estate nuk do jenë më të ardhurat që janë sot, pra për shembull nga taksa e ndikimit mbi infrastrukturë, por do jenë taksat mbi pronën, të cilat kuptohet taksa mbi pronën do jetë një nga ato element disincentivues për njerëz që propozojnë ose mendojnë të investojnë para
të dyshimta në prona pa mas, sepse eventualisht do duhet paguajnë gjithmonë më shumë taksa nga ky lloj investimi. Bashkimi Evropian kërkon gjithashtu edhe një transparencë. Është ajo që kërkohet sot në bulevard nga protestuesit, prandaj natyrshëm pyes. Ju si ministri, sepse ju personalisht keni qenë grupi punës nismëtar që filluat të përgatisnit të gjithë dokumentacionin nevojshëm për hapjen e të gjithë grup kapitujve. Keni më shumë presion nga institucionet europiane apo nga Flamingo në bulevard? Personalisht nuk gjykoj që kam ndonjë presion të jashtëzakonshëm nga Flamingo, pra në kuptimin që e kam ndjerë dhe kam konsideruar gjithmonë protestën si një tregues shumë të qartë të nivelit të zhvillimit dhe të pritshmërive që kanë njerëzit në këtë vend. Ka në atë shesh ose ka patur edhe miq, koleg, ish shok klase nga shkolla apo gjimnazi, njerëz që e njoh fare mirë që duan të mirën e këtij vendi, pra nuk kanë agenda të fshehta. Dhe me ta ndaj patjetër mendimin dhe gjykimin që Shqipëria duhet vazhdoj të zhvillohet dhe duhet vazhdoj drejt rrugtimit që tashmë ka hyrë. Për sa i përket fushës që ne mbulojmë, pra fushave çështjeve që ka Ministria e Financave, ne gjykoj që kemi ndërmarrë hapa të jashtëzakonshme për rritjen e transparencës në thuajse çdo gjë që ne bëjmë. Së fundmi, një nga elementet e të shumë diskutuar janë proceset ose le të themi projektet e financuar nëpërmjet partneriteteve publike private, të cilat në të shkuarën kanë gjeneruar patjetër shumë diskutime dhe debate, për shkak patjetër edhe të përafrimit të legjislacionit me Bashkimin Evropian. Të gjitha investimet e partneritetit publik-privat do të trajtohen njësoj si investimet publike, që do të thotë thënë shumë shkurt, duhet të distohen shumë herë më shpejt, duhet të ketë një proces fizibiliteti, projekt fizibiliteti shumë herë më qartë, do duhet të jenë tërësisht publike për publikun nëpërmjet asaj që quhet lista unike e projekteve kombëtare. Pra kjo ka qenë një nga kërkesat le të themi të mëdha të Komisionit Evropian dhe duke filluar që nga vjet, praktikisht në fund të vitit, me ligjin e ri të partneritetit publike private, dhe kjo është një nga elementet për shembull që është arritur. Dhe për një sër elementesh të tjera, patjetër që le të themi reflektorët e Komisionit Evropian janë aty dhe për sa i përket financave publike, besoj që pjesën më të madhe të në fakt standardeve dhe i kemi arritur. Kuptohet që ka patjetër shumë fusha ku ka nevojë për përmirësime të tjera. Ky ishte thjesht versioni i zëvendës ministrit të financave, i thjeshtuar për të kuptuar nga të gjithë. Endrit Juzereja ishte kënaqësi, sikurse ka qenë gjithmonë sa herë të kam pasur në program. Shumë faleminderit për ftesën dhe edhe një herë uroj realisht që të shkojmë bar, që kjo nisëm të ketë edhe prezencën e individëve të tjerë dhe shpresoj që të jetë gjithmonë një tryezë me diskutime të qeta edhe të qarta. Ky është synimi, në fundit informimi. Pjesa tjetër mund të bëhet në të gjitha mendimet e tjera. Faleminderit edhe një herë. Shumë faleminderit. Kthehemi pas pak.